të gjitha këto sjellje, si Tajon Velis, i cili detyrohet luajë në Calçeto, dhe ashtu nga ana tjetër të Ramës, që e shef kështu globalisht, e shef pak më gjerë në rajtë, tani një i zgjedhur që do ta zëvendësojmë, do të gjejmë zgjedhjet, bëjmë dekretin, këtë tash të gjitha këto të pastudiuara në terrenin e Pra bëri lëvizje të pastudiuara, e kuptoj. Tani, këtë vendimin e gjykatës kushtetuese, me që nuk patëm mundësin ta diskutonim ditën e djeshme, një pyetje të fundit, ti si e shef si një vendim normal, juridik, kushtetues, apo ka dhe një prapavi politike, këtu loj politike? Së është diskutuar shumë që dhe Ramës mbase i intereson të mos bëheshin këto zgjedhjet në Tiranë, për shumë arsye, disa arsye që s'po i listoj të gjitha tani këtu. Në qoftë se Ramës do të intereson të mos bëjë zgjedhje në Tiranë, vendimi do ishte 8-0. Jo 5-3. Unë besoj që jo 5-3. 5-3 është një vendimare që tregon që ka qenë shumë afër atij projeksioni që ne kishim menduar, që ishte afër projeksionit 4-4, pra projeksioni i dështimit pozitiv. Pra një vot nga 5 që apo ishte ka 3 dhe kishte 4-4, pra ka qenë afër gjëja. Por besoj që në momentet e fundit ose në pas zhvillimeve të fundit, ndoshta të lidhura me situatën me zëvendës kryeministrën, situata ka qenë në rënje të lirë dhe Calçeta ka bërë lojën e vet në mënyrën e duhur. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që gjykata kushtetuese ka qenë në rënje të lirë, pra nuk ka patur një kështu po themi ndikim të çasteve të fundit apo një presion se që kemi mësuar të dëgjojmë të çasteve të fundit, kanë qenë thjesht në rënjën e lirë, dhe kanë vendosur ashtu si e kanë vendosur, dhe pa dashje, unë besoj këtë skenar, tentoj të besoj këtë, pa dashje kanë vendosur normalitetin. Pa dashjen e tyre. Pa dashur e kanë vendosur normalitetin. Mirë, meqense më thej që Kryeministri Rama i shef gjërat nga lart se takon Macronin, një president, pra është pak lider global, mund të bëhet presidenti i një republike presidenciale, me që s'ka nerva në thonjza për të marrë me qeverisjen. Në qofse e pranon Sali Berisha, po. Po t'ja pranoj. Po t'ja pranoj, se kjo është një modeli, duhen sa ndryshimet kushtetuese në mes. Mirë, Manjan, nuk ka ndonjë skenar për Bashkinë e Tiranës. Deri në 2027 do mbetet pas zgjedhje Tirana.